Miq, bankat janë duke bën hajni masive që ju ka kushtu ju realisht. Miliona e miliona euro. Pra, bazë kësaj hajnie që do t'ja shpjegoj, do t'ja them pas pak, bankat vetëm vitin e fundit kanë pas të hyra, pra mbi 500 milion euro, duke pas fitim neto mbi 182 milion euro. Ajo hajni rezulton nga rritja artificiale e paligjshme madje e kamatave që jau kanë bo e nuk po jau zbresin. Ata jau kanë rrit kamatat duke u bazu në rritjen e normave të Euriborit. E tash kur Euribori ka ra ma tepër se përgjysmë, pra është në 2%, nga mbi 4% sa ka qenë kur jau kanë rrit, tash nuk po jo zvoglojnë. Pra, ju e keni bo një marrëveshje kamata plus Euribori, ndërsa ata janë të llogarit maksimumin e Euriborit, edhe ma tash kur ka ra me 50%, e ma tepër si 50%, nuk janë duke jo azbrit. Kjo, kur flasim për qindra mijë kredimarrës në Kosovë, rezulton në qindra milion euro të hyra shtesë. Prandaj, reagoni, shkoni të dyert e bankës qendrore, ankohuni, e tregoni që nuk e toleroni këtë, pasi që është një hajni e pastër. Pra, ato nuk, pjesa ma madhe, nuk po i zbresin kredit, do më thonë normat e interesit, për kredit që i keni marrë ma heret, e ju veç jeni pështet për muri e nuk po reagoni fare. Prandaj, duhet të reagoni, duhet ti drejtoheni bankës qendrore e ti thoni normat e interesit të Euriborit kanë ra, prandaj duhet të na bin edhe këstet cilat nuk kanë rrit në mënyrë të padrejtë edhe atëherë, se s'kan pas shpenzime në Euribor, pra atëherë kanë rrit në mënyrë padrejtë, mirë po tash janë të imaj artificialisht për të shënu fitime rekorde. A, dini sa janë 500 milion euro të hyra vetëm nga sistemi bankar. Gjys miliardi euro. Këto janë shënu në vitin e fundit. Prandaj reagoni e mos u pajtoni.